Ja, erdhe me drejtuesen e grupit Politeknikut, Enkele Qaqa, astrofizika në ynë personal. Është personal? Po, pa tjera. E do të flasim pak për misionin Artemis 2. Mirë mëgjes, Qaqa si që mund të kemi parë dhe si që mund të kemi parë teledëgjuesit. Kemi rishkuar në hënë, pra 4 astronautët që u bënd të shmë të famshëm. Pas 54 vitesh në hënë. Pse pas 54 vitesh në hënë? Pse u bë kaq buje madhe si kur s'kishte ndodhur ndonjëherë më parë? Atëherë, para rreth 60 vitesh, ne hym në një rrugtim që ishte rrugtimi ku ne dilnim jashtë planetit tonë. Dakor? Por ky rrugtim nuk u bë për shkencë. Dhe atë që njerëzit nuk kuptojnë është pikërisht kjo gjë. Ose më saktë, nuk e marrin parasysh diçka e tillë. Ky rrugtim ishte një luftë, që ishte për fat mirë ka qenë luftë e ftohtë, ndërmjet dy superfuqive që ishin Bashkimi Sovjetik dhe SHBA-t. Tani, Shtetet e Bashkuara të Amerikës praktikisht ishin të dytët në të gjitha udhëtimet ose më saktë, në të gjitha primatët që u bën. Pra, dhe mos harrojmë, Sputnik 1, pra sateliti para rreth tokës, ishte një mbushje bërthamore që i hoqe mbushje bërthamore dhe i vënë ca radio brenda. Pra, ishte luftë. Dhe këtë luftë, Bashkimi Sovjetik po e fitonte në vazhdimsi. Satelitin e parë, njeriu në parë në hapësirë, gjallësën e parë në hapësirë, pra qenin e parë në hapësirë, njeriu në parë në hapësirë. Gjatë luftës sot kanë ndodhur? Gjatë luftës sot, po pra vitet 60. Femër në parë në hapësirë, stacionin e parë ndërkombëtar, lidhjen ndërkombëtar, stacionin e parë në hapësirë, pra njerëz që mund të rrinin atje, ndërlidhjen e parë të dy strukturave në hapësirë, sondën e parë në Mars, në afërdit, sondën e parë në hënë, zbritin e parë në hënë e kanë bërë sovjetikët në 65-ën, mos gaboj. Por nuk ka shkel njërin. Jo, një minutë. Ta them një herë se çfarë po ndodhte. Dhe SHBA-ja ishte e dyta në gjithë këtë rrugtim. Dhe ishte një detyrim, po themi për SHBA-n, edhe si pishtari i demokracisë në botë, pra hapësja e demokracisë në botë, që të mos uleshin, po themi, sovjetikët të parët në hënë, sepse aty mbaronte mund kishte edhe një përfundim tjetër ndoshta për momentin, sepse do rritesh tej mase, siç ishte rritur, po themi, reputacioni i kujt, i Bashkimit Sovjetik. Dhe aq e vërtetë është kjo, saqë në të gjithë misionet hënore, dhe janë nuk është një, janë 9, 6 kanë zbritur në sipërfaqen e hënës, 3 të tjerë kanë bërë pak a shumë të njëjtin progres siç po bëhet tani. Pak a shumë, njëri pati dhe një problem, dakor? Dhe njëkohësisht nuk janë gjëra për t'u tallur, kanë vdekur njerëz. Domethënë, vetëm që ne dim, vetëm në misionet amerikane janë 14 edhe 3 janë 17 të vdekur, astronautë. Astronautë të vdekur. Po, të vdekur. 3 vdiqën me kapsulën Gemini në 66-ën, 67-ën që bërën provat e presionit. 14 kanë vdekur edhe me programin Shuttle. Challenger, tragedia Challengerit në 86-ën, që vdiqën 7 astronautë, tragedia e Kolumbias në 2003-shin. Pra, nuk janë gjëra që po tallemi. Artemis 2 kishte nga këto riskut tjetër se astronautë? Patjetër që ka, për në çfarë masë? Patjetër që ka riskje, po e që do e thoja unë, është që Amerikanët e kishin domosdoshmëri të shkonin dhe mbi të gjitha nuk ka qenë asnjë, pra nuk ka shkuar njëri për shkencë në hënë. Arsye politike pra po thua. Arsye politike dhe ushtarake. Në momentin që sistemi sovjetik dështoi në njëshi, dështoi 4 lëshime dështuan plasën, pasi patën një problem, pasi udhëheqësi, po themi, ose drejtuesi programit hapësinor sovjetik që i kishte gjithë këto primatët përpara vdiq Korolevi, ndërkohë që von Brauni, nazisti von Braun që udhëhiqte NASA-n në udhëtimin drejt hënës, ishte gjallë dhe organizoi gjithë udhëtimin për në hënë. Në 60? Flasim nga 69-a në 72-shin. Dhe janë 9 misione, 27 persona kanë parë anën deri në Apollo 17. Apollo 18 u mbyll. Pse? Sepse sovjetikët dorëzuan peshqirin e bardhë. Pullën peshqirin e bardhë. Thanë, ne nuk shkojmë më me njerëz në hënë. E kemi bërë gjitha, nuk kemi nevojë të çojmë njerëz, sepse atë punë që do bëjnë njerëzit e bëjnë sondat. Të njëjtën që bëri dhe Amerika. Mos harrojmë edhe diçka tjetër. Menjëherë pas kësaj, pas ndërprerjes së këtij misioni, SHBA-t u orientuan drejt programit Shuttle, i cili kushtoi 10 miliardë të tjerë dollar, por që na ka sjellë sot të gjithë të teknologjinë që ne kemi sot, sidomos flasim për telekomunikacionet. Kontrollin. Pra, sepse në qoftë se ti do i çosh GPS-i, telekomunikacioni, kontrolli, satelitë spiun, kanë qenë me mira satelitë para se të fillojnë të lëshoshin konstelacionet e SpaceX-it, të tjerëve. Tani po lëshojnë konstelacionet kinez dhe me radhë.
Pra, ishte çështje që këto para që u shpenzuan duhet të rimerreshin diku, sepse në qoftë se do vazhdohesh me programe të tilla, praktikisht pjesa ushtarake do të ngelte në një, po themi, në nivel të dytë. Pra, ne përpara shkojmë o për biznes o për luftë. Nuk shkojmë për eksperimentë. Ta harrojmë atë, njerëzit do të harrojnë që shkenca është e orientuar, shkencëtarët bëjnë shkencë. Po kjo shkencë pastaj do të përdoret për arsye ushtarake është e para. Kështu jemi ndërtuar nga njerëzit, nuk kemi për të vrarë, domethënë çfarë do të bëjë? Kemi thjesht përdoret nga liderët për arsye të tyre. Pastaj për përfitime ekonomike. Çfarë do lloj shpike që kemi bërë? Pse pikërisht tani? Pse duhet riktheheshin njerëz? Sepse situata gjeopolitike sot, situata geopolitike sot po rikthehet në thonjza, po e them, në tjetrin sistem, ose në tjetrin nivel që ka qenë pak më parë, pra në ato vite, po tashmë jo më me Rusin, Bashkimi Sovjetik nuk ekziston më, por me Kinën. Pra, dy janë, një është geopolitike, pra Kina, por mos harrojmë, Kina është i vetmi vend në botë sot që ka një stacion hapësinor të vetin. Shumë më modern se ISS-ja. Shumë më të avancuar sepse është i fundit. Kina, po. Dhe e menaxhon vetë. Dhe problemi që sepse Amerikanët vunë veton që kinezët të bashkoheshin me stacionin ndërkombëtar hapësinor. Dhe kinezët thanë, "Okej, ne po e ndërtojmë vetë." Dhe ndërtuan vetë. Dhe kanë hapësirë. Ana tjetër, pjesa e dytë pastaj që është shumë e rëndësishme, ne dal ngadalë po futemi në epokën ku që ne mund të zgjidhim në thonjza, po e them këtë, sepse gjithmonë biznesi do bëj të vetën, problemin energjetik që ne kemi si civilizim. Pra, në qoftë se ne arrim të menaxhojmë fuzionin, që është energjia e diellit. Po, tjetër, e kemi diskutuar. Po pra, dhe jo, kjo është shtysa themelore, se këtu flitet për kontrollin e energjisë së ardhmes. Okej. Dhe në hën, atë helium-3, biles tani kanë filluar edhe skortat që ne kemi këtu ka duhet të shesi, se parashikohet që të rritet çmimet edhe në çështje biznesi, po themi. Dhe në hën ka shumë më tepër se në tokë, dhe shme thjesht për prodhuar atje, po themi, dhe ta sillim këtu. Okej, tani kthehemi pak astronautët. Të bëjmë një pyetje në ty. Jo, sa ta mbaroj edhe. Ne ta bëjmë ti. Pse, okej, bën xhirën rreth për qarkënës. Pse nuk ndaluan në? Pse nuk zbritën në? Po mirë, nuk është autobusi Tiranës Re, që do të bëhet atje. Po ai kanë bërë 69-ën. Shumë bukur. Atëherë, e para punës, çfarë do të misioni që ti fillon nga fillimi? Për ta kuptuar më mirë, i gjithë misioni është një ndërthurje e kujtë dy misioneve themelore amerikane. Programi Saturn 5, pra Apollo, programi Apollo, dhe programi Shuttle. Edhe ndërtimi, i gjithi. Vetëm që nga Shuttle morën boosterat e tjera. Tani, kapsula Orion është më e madhe, dhe asnjëherë kur ti bën diçka të re, sidomos në kozmos, sepse atje nuk ka që u prish, po marr karrotë rrecin telefon. Po, pra. Pra, të gjitha duhet të kontrollohen në saksin më të madhe. Rotull hënës, dhe di që kishin kapur plane që nuk ishin kapur asnjëherë më parë. Pra, u futën në një pjesë brapa të hënës, ishin disa foto që s'ishin nuk... Jo, pra, i ke parë ti për herë të parë. Pas 52 vjetësh për herë të parë u parë mbrapshme. Ana e pasme hënës. Dark Side of the Moon. Ana e pasme hënës është parë për herë të parë në 69 nga syri njerëzor. Nga syri njerëzor, po jo me foto, pra nuk kemi pasur në... Më kemi pas foto, kush ka... Ore, fakti që ju nuk shkoni të shikoni, nuk do thotë që s'ka. Kemi pas foto. Pra, në herë, kur shikoni ato reelsi ose në internet, kontrolloni dhe diçka çfarë ka bërë, ke Wikipedia, nuk e di, i keni gjithandej. Unë i kam parë që është në vitet 80. Ose ti ke interes për hënë. Të lidhe fusha, e vërtetë. Ne kemi interes. Kam qenë në 80 vjeçare, me gjithë pasionin. Kam unë, ishte nevojshme që ne të shkonim në hënë, pra në njerëzit, nuk mund të çonim pajisje për shembull marrë parasysh tashmë që teknologjia ka evoluar dhe funditës duke qenë se ne xha nuk ndaluam. Po jo, po nuk është një pajisje që ta shikonte. Atëherë, por lidh me problemin me programin Apollo. Duke qenë se ka dhe rrezik, ekziston rreziku. Me programin Apollo. Tashi, synimi sot është që ne të ndërtojmë një koloni në hënë, sepse që të ndërtosh do të ndërtojmë, pra do të prodhojmë helium-3 atje. Ta nxjerrim. Dhe do bëhet se s'bën me njerëz që do komandojnë pajisjet e tjera. Pra do ndërtojmë një koloni. Do ndërtojnë ata, domethënë, një koloni në hënë. Kur themi koloni, me punues e tjera. Tani ne duhet të kontrollojmë çu do i çojmë. Si do t'i sjellim. Atëherë, për të bërë kjo, ka filluar programi. Gjëja e parë, kapsula Orion e ka bërë xhirën e parë rrethënës para 4 vjetësh. Pra fillimisht testohet kapsula, funksionon, nuk funksionon. Funksionon pa njerëz brenda, sepse ishte hera parë që u shua. U bë testi i parë. U pa se çfarë ndodh kur kapsula kthehet në tokë. Doli që mburoja ndaj nxehtësisë që ajo kishte probleme si ishte më e hollë. Kështu që u detyruan dhe ndryshuan për 4 vjet ndryshuan mburojen. Tani, kjo kapsulë
përveç se duhet të kalibrohet dhe të testohet pa njerëz, pra funksionon nuk funksionon, duhet të testohet me njerëz. Okej. Më kupton? Sepse ndryshon, brenda po themi ndryshon ajo ku ke njerëz. Do më dalësh dhe një herë tek ndërtimi fizik, më do përfshirë këtu dhe materialin dhe ndryshimet që pati nga kapsulat e tjera, çfarë kishte të veçantë? Çfarë avancimi teknologjik ishte? Atëherë, avancimi teknologjik nuk është se është në gjë e veçantë. Unë ja kam thënë disa herë tjerit, praktikisht teknologjia hapësinore që ne kemi, duke përjashtuar sistemet e komunikimit dhe kompjuterat e bordit, nuk ka ndryshuar asgjë në thonjza nga 43-shi. Do më thënë, gjithçka që ne kemi sot, do të thënë gjithë kjo teknologji që ne quajmë teknologji moderne, në realitet është thjesht turbopompa. Flasim për raketat me karburant të lëngshëm. Gjithçka tjetër, prandaj u thash, është një shkrirje, një fuzion ndërmjet programit Apollo dhe programit Shuttle-it, që kemi karburantin e lëngshëm në qendër, që është ajo gjëja e madhe portokalli, që ka hidrogen sipër, oksigjen poshtë. Kemi dhe 2 boosterat me karburant të ngurtë, kështu quhen ato, dhe cilët nuk kanë qenë, në atë periudhën e Saturn 5-s nuk kanë qenë, sepse s'ishte teknologjia e mjaftueshme për të përdorur aq të mëdha. U zhvilluan vitet 80 për Shuttle-in, për programin Shuttle. Dhe kapsula në vetvete është e ngjashme, është ndërtuar nga Boeingu kjo, por njëkohësisht mos harrojmë që moduli i shërbimit nuk është amerikan, është europian. Është prodhuar nga Airbusi në Gjermani, nga kompania Airbus. Dhe të gjitha këto dhe nuk është se ka në gjë të re thelbësore, po themi, vetëm që është më e madhe, është 60% më e madhe, edhe si hapësirë, ajo aty, dhe merr 4 astronaut, maksimumin e ka 6. Ndërkohë që kapsula Lemja e saj kohë merr 3 astronaut. Tani Çaça, nuk kemi në gjë të jashtëzakonshme. Domethënë, ato janë pajisjet ose materialet që përdoren, po ato janë, sepse janë taruar, kanë rusët për shembull janë akoma. Pjesa e trashësisë që theti që duhej. Ajo është për mburojjen termike quhet ajo. Pra kur i kthehet, që është shumë e rëndësishme, tragjedia e 2003-shit e Kolumbias në 2003-shin ndodhi eksaktësisht për mburojjes termike, sepse sopazat e akullit dëmtuan një nga tullat termike dhe kur u kthye nga temperatura 1700 gradë Celsius, praktikisht, shpërtheu rrota e Shuttle-it, se Shuttle ishte avion në kthim. Dhe kështu që gjitha gjërat duhet të testohen. Në këtë mision çfarë mund të shkonte keq? Gjithçka. Çfarë pritej? Gjithçka. Mund të shtonte edhe që në nisje. Patjetër. Patjetër. Por ka pas disa lëshime, domethënë nuk është se është një teknologji po e bëjnë nga fillimi. Është një teknologji që tashmë ka 60 vite testuar, kemi lëshuar me mijëra satelitë. Ka pas njerëz që vazhdojnë edhe si për çdo gjë tjetër, nuk e besojnë që njeriu mund të dalë jashtë planetit Tokë dhe mund të shkojë drejt hënës. Do thonë që kjo ishte green screen e gjitha montazh. Ka disa pikpyetje. Një ndër to, për shembull, po ta them unë, ishte fakti që kur kapsula arriti u kthye në Tokë, dhe me gjithë shpejtësi mamënëse që ka udhëtuar drejt Tokës, kur preku ujë nuk pati ndonjë, le të themi, nuk lëshoi avull anija. Pse? Momentin e parë, kontaktit me ujë. Pse? Nuk është një meteorit. Atëherë, kapsula në radhë parë ka 2 faza frenimi. E gjithë energjia që ka kapsula duhet shkojë diku. Jo vetëm kapsula. Çfarë do lloj kapsule? Se këtë problemin e pasim vetëm me kapsulet amerikane, por ne harrojmë që kemi kapsule kineze, kemi kapsule sovjetike, jo, indiane jo. Vetëm 3 vende janë aktualisht sot kapsula me njerëz. Jo me njerëz. Jo sonda. Ato sonda që shkojnë nuk kthehen. Sonda flasim. Pra gjithmonë ne flasim për NASA sepse këtu është bërë sikur astronominë e ka shpik NASA, astrofizikën e ka shpik NASA, udhëtimet jashtë tokës ka shpik jashtë tokës dhe ka shpik NASA. Nuk është vetëm NASA. Janë 80 sa agjenci hapësinore shtetërore. Tani, si funksionon kthimi në tokë? Me qenë se kjo energji diku do të shkojë. Gjëja më e thjeshtë, udhëton me makinë. E ke shkel rregullat e çekullimit, je duke ecë me 200. Në një moment të caktuar ti fillon dhe zbret dhe një dishezë, ose kur zbret një dishezë. Si e humb ti energjinë e makinës? Ti e di shumë mirë që frenat tuaja do nxehen. Arsyeja që nxehen nuk është kot, janë bërë që të nxehen, sepse gjithë energjia e makinës duhet shndrohet një në fërkim që konsumohet materiali, dhe e dyta në nxehtësi. Dhe energjia e kapsulës, fillestare sepse ne jemi shumë mangut me energjinë. Nuk ka motor kapsula kur kthehet. Pra do të nxehet apo jo? Pikrisht duke fërkuar me shtresat e atmosferës, fillon në shtresat e jashtme, temperatura nxehet dhe pjesa e jashtme tani
praktikisht është bërë e tillë që edhe të konsumohet, ka disa lloje, ka disa mënyra. Një është me tullat që janë gati kaq të trashën, në cilat te temperatura është 2000 gradë, te temperatura është 10 gradë. Okej. Dhe në 10 cm ato e bëjnë një gjë të tillë, që janë aerogelet e famshëm. Dhe e dyta është që e konsumoj e djeg. To quhen oblativet praktikisht. Dakor, pra, e kuptova, po në moment kontakt me ujë. Po ta mbaroj pra. Dhe kjo është deri kur shpejtësia e kapsulës, në rastin e Orion, ndryshe nga kapsulat e mëparshme, që ishin vetëm 3 parashuta, dhe hapeshin vetëm momenti kur shpejtësia mund shkoj 500-600 km/h, po themi, normale. Në rastin e kapsulës Orion, i kanë qenë mbi 11 parashuta, që hapeshin njëra pas tjetrës. 11 parashuta. Pa, sepse duke u rritur dimensioni, është e ngjashëm me sistemin që përdorën sovjetikët kur prodhuan, kur testuan tsar bombën. Po parashutat landi nuk ulin temperaturën e. Po jo më ti, po ulet me temperaturë, se ku të shkojë, pse të rrijë, sepse gjatë kohës ajri vazhdon tani merr nxehtësi, shpejtësia është e ulet. Parashuta është dhe fillon të ftohet ajo. Pra, kur ulet ajo në tokë, nuk është se kapsula e ka temperaturën 1000 sa gradë. Se ndryshe ka shkrije, i ka vrarë gjitha e po shkoj temperatura aty. Okej, Çaça, gjithë kjo... E kuptua tani? Pra, dal nga dal ajo ftohet, sepse do disa minuta pastaj me parashuta do shumë minuta që ajo ulet poshtë. Tani, ky mision, çfarë pritet tani të sjellën brapa? Pra, ose më saktë erdhën, po Artemis, kur tjeta, Artemis 3 që thuhet që do jetë shumë shpejt. Do jenë po të njëjtët që ishin pjesë e kësaj, pra se do vazhdoj gjë dhe çfarë solli? Është një grupim astronautësh. Se pikërisht këta për shembull. Apo ajo është një zgjedhje, ka gjithmonë përveç këtyre, pastaj kemi janë dhe zëvendësuesit. Janë dhe zëvendësuesit. Sa ka pak që gjithë misioni u komanduan nga toka dhe këta nuk bënin gjë të madhe aty lart. Po ata nuk ishin për të komanduar, sepse nuk ishte në gjë për të komanduar aty. Do të kemi parasysh diçka. Orioni nuk ka hyrë në sferën e influencës të Hënës, por nuk është bërë sateliti Hënës. Ka qenë gjithmonë në orbitë rreth Tokës. Pra edhe nëse do gabonin dhe nuk do kapnin Hënën, kapsula do u kthente prapë në Tokë. Ishte thjesht një orbitë eliptike ku Hëna thjesht nga elips te pjesën fundore e rrotulloi. Vetëm të bëri Hëna. Dhe ata nuk janë futur në orbitë rreth Hënës. Megjithatë korrigjime kanë bërë edhe vetë astronautët. Korrigjime të vogla mund bëjnë. Pa asnjë lloj problemi, korrigjime të vogla mund bëjnë, por sepse nuk është e nevojshme të ndërhyjnë aq shumë. Në rastin e Apollos, për shembull, kur ul Apollo 11, u detyrua ta marrë sepse falimentuan gjithë, po themi, sistemet e drejtimit automatike, po flasim për 69-ën, dhe Neili e bëri në mënyrë manuale, praktikisht uljen. Bëri në mënyrë, po ishin stërvitur në tokë përpara. Edhe për atë për manuale. Ndërkohë që këta nuk do të uleshin, nuk do të hynin dhe në orbitë rreth Hënës, pra s'kishin asgjë dhe ishte gjithçka e parashikuar. Pas kanë qenë me pushime, domethënë. Ata kanë bërë eksperimente, kanë bërë teste dhe janë testuar praktikisht. Çfarë testesh? Po testet janë për organizmin, sidomos pjesa më e rëndësishme është pjesa e funksionimit të pajisjeve të brendshme për të mbajtur të gjallë to 4 persona. Okej. Që kjo nuk është në gjë e vështirë më për ne sot. Unë marr gjithmonë shembullin. Ore, kush është problemi që të marrim 4 veta për 10 ditë në ku presioni është 0, dakor? Kur ne mbajmë 500 veta, 18 orë gjallë në 0.2 atmosferë. Që është? Avioni. Avioni në 13.000 metra lartësi, shtypja atmosferike është 0.2 atmosferë edhe ose 0.18 atmosferë. Pra 0.2 luan me ato. S'ke ajër. Momentin një çare vogël aty ke mbaru. Dhe ne kemi bërë aq rutinë sa që sot janë mijëra fluturimit të tilla që bëjnë 10, 15, 17 orë me 300, 400 veta në bord. Okej, ti po thua në rast se 13.000 metra lartësi. Është ngjashme me ato. Avioni do të ketë një çarje, nuk ke shansa. Ke shanse shpëtimi. Ose në 10.000 metra lartësi. Të mendosh ku do bie. Sepse problemi është ngrinë në çaste me radhë. Pra, kur ne kemi në gjendje që të bëjmë rutinë, sepse nëse këto nuk janë vërtet, atëherë nuk janë vërtet as avionët. Domethënë unë këtë fundjavë për shembull nuk kam fluturuar faktikisht, po e kam imagjinuar se çka kam bërë. E kam imagjinuar se s'ka mundësi tjetër tani. Pra, kur flasim ne harrojmë që një përfundim atje nuk prek vetëm atë. Pasi është një strukturë që gjithë kjo sot me ka filluar, i ka themelet e saj në shekullin e 17-18, me Galileo në Newtonin, po themi flas për fizikën, që ka përdoruar gjithë teknologji pasa që ne kemi sot, nuk funksionojnë gjërat. Telefoni nuk do të funksionojë atëherë. Pra ne nuk kemi telefone, ne faktikisht kemi sipas këtyre teorive, bi që ne kemi thjesht idenë që kemi telefon. Një smartphone. Pra nuk shohim, televizori nuk ekziston, kamerat nuk ekzistojnë, sepse nuk duhet të ekzistojnë. Prekën nuk e besojnë. Në moment që e prekën e besojnë. Tani problemi është ku ti çojmë 8 miliard njerëz, nga këto janë po themi 100 milion që nuk besojnë, ku ti çon 100 milion që të shkojnë ta besojnë. Pastaj edhe sikur ti sepse ata disa nga ata kanë qenë aty. Dhe i prap thotë, jo, sepse ata i kanë hiqë atje.
Pra, nuk është çështje kur njeriu që nuk do tregoj çfarë të lloj argumenti dhe nuk i bindet sepse ai nuk është mësuar me argumentim. Po. Gjithë nuk kërkojnë argumenta. Çfarë standardi të ri sjell kryerja me sukses e këtij misioni? Pra çfarë dyersh hap për eksplorimin e mëtejshëm të hapësirës? Fillimisht një herë hapi riktheu, po themi, atë rrugtim të para 50 vitesh. Po. Dhe ne po largohemi pak... Deri këtu duket sikur s'ka risi. Është bërë një herë. Nuk kam fakt. Doni të vërtetën, për mua si fizikan. Asnjë lloj risie. Thjesht unë jam shumë i lumtur që u rikthyem në atë, domethënë, për fat keq, kjo gjë nuk u bën vitet 80, po themi, që si isha pjesë pasaj. 50 vite asnjë risi. Duket kështu sikur po fshehin. Jo, e para ke gabim. Kanë ndaluar ato. Atëherë, po ta marrim nga ana teknologjike, në 100 vitet e fundit, në realitet, e di që shumë do thonë çfarë po thot ky idioti, ne nuk kemi absolutisht asnjë lloj risie. Në fizika më moderne është 930-ës. Teknologjia më moderne është 930-ës. Gjithë kjo që ne përdorim, në realitet, është zvogëluar, është bërë, etj. Janë, pra, nga ana teknike, janë gjetur zgjidhje teknike, menaxhimi është bërë shumë më mirë, por themeli është gjithmonë 900 deri në 930. Asgjë të re. Tash mbrapa është njerëzimi apo s'është e nevojshme? Po shkenca nuk zhvillohet, e para punë, shkenca nuk zhvillohet nga persona tek. Zhvillohet nga grupim personash dhe është rrugtim. Dhe nuk ka stacione. Mund të ketë ndonjë teori konspirative brenda kësaj, mos zhvillimit të shfaqur të paktën për publikun e gjerë? Se duhet ketë? Atëherë, imagjinoni, kthehemi në periudhën, po ju marr diçka. Kthehemi në periudhën e ndërtimit të piramidave. Para 4500 vjetësh janë të fundit, nuk po flas për ato të përpara. Totaljenve. Atëherë, teknologjia të hershme kanë qenë shpatat. Po. Dakor? Për sa kohë ka vazhduar kjo teknologji? Për rreth 1500 vjet u kalua nga bronzi tek hekur, pra u deshin 1500 vjet kalonin nga bronzi tek hekuri. Kemi 3000 vjet që jemi akoma në epokën e hekurit. Dhe ne sot vazhdojmë jemi në epokën e hekurit dhe nga epoka e hekurit në kohën e ilirëve, sepse ne presupozojmë biles që të parat në Europë kanë sjellë parasit tanë, po është çështje tjetër. Kjo është temë tjetër komplet. Pra, nga epoka e hekurit deri në 1500-ën, janë gati 2500 vjet, nuk ishte asnjë lëvizje, kishin filozofi, kishin kështu, por teknologjia që përdorosh ajo ishte. Po ne supozohet po ecim me ritme shumë të shpejta në çdo fushë. Ne kemi ecur me ritme eksponenciale, po vjen një moment që ky eksponencial, po themi neve, kjo kurb që ngrihet shuk, praktikisht në një vend fillon dhe drejtohet, derisa vjen një moment tjetër që të vazhdojë përsëri. Ne jemi në fazë që jemi drejtuar. Ne e kemi mbushur, po themi, pra fizik të re për momentin nuk kemi, dhe nëse nuk kemi fizik të re, nuk kemi as teknologji të re. Çfarë pritet nga Artemis 3? Do të ulemi. Atëherë, Artemis 3 pastaj është testi i vërtet, nëse nuk e shtyen etj se varet nga fondet, sepse nëse nuk keni marrë vesh lajmet, fondet për nesër përsëri janë zvogëluar. Sa shkoi ky udhtim? Po, udhtimi nuk mund të thosh vetëm ky udhtim, se nuk është bileta e autobusit që bëhen nga Kapaja në Tiranë, domethënë. Gjithë projekti janë vetëm deri më tani është duket tek $50 miliard. $50 miliard? Po. Kushtoni çik. Po pse nuk përdoren të njëjtën teknologji që përdor Masku me raketat e tij? Që të jenë mos jenë një përdorim. Sa njerëz shumë bukur, jam dakord me ty. Në realitet nuk e di këtë gjë, më jetë unë bëj një pyetje. Sa njerëz kanë zgjerë hapësirën Masku deri tani gjithë ato teknologji që ka? Nuk e di. Zero. E para punës një herë, ajo që duhet të nxjerrë njerëz, ajo që do të nxjerrë njerëz, për momentin nuk është testu asnjëherë me njerëz, vetëm kaq, por nuk është akoma e gatshme për tu testuar me njerëz. Nuk është akoma e gatshme. Po. Qëndrojmë tek teknologjia e viteve 30. Shumë faleminderit shumë që jep pjesë në emisionin për sot. Shumë informacione dhe unë dhe Krista spektatore, sepse showmeni vërtet në këtë fushë është tjerë i gjoksi. Vetëm pyetje edhe informacion mbi të gjitha. Se edhe pyet vetë edhe ta jep dhe përgjigjen vetë. Ke vënë re? Atëherë, kjo është tipike shqiptare. Në Shqipëri, pyetje ka 3 faza. E para bëhet pyetje, e dyta shpjegohet pyetje, e treta i jepet përgjigje pyetjes, faktikisht i bien 4, tek e 4 të pyet. Je dakord me përgjigjen që i dash unë pyetjes sime që do ta bëj aty? Dhe nëse nuk je dakord, ti nuk di gjë. Okej, bëjmë një shkëputje të shkurtër publicitare për të ndryshuar totalisht atmosferën, pastaj se kemi muzikë.